komponenta kryesore, nëse mund të themi, sepse shpirti nuk është trup, është esencë, është përmbajtje, dhe si e tillë shpirti realisht është ai i cili njeriu e ruan që mos më dalë prej qenit njeri. Sa më shumë që njeriu i ka raporte të mirë me shpirtin e tij, e ushqen shpirtin e tij, i përmbahet atyre udhëzimeve shpirtërore, njeriu ka vlerë më të madhe. Momentin kur njeriu largohet prej shpirtit të tij dhe ipet vetëm as trupit, sepse njeriu është trup edhe shpirt, dhe në kuadër të shpirtit është realisht edhe mendja që u përmend, por ideja e shpirtit është sepse shpirti i jep njeriu gjallëri. Shpirti e lidh njeriu realisht me një origjinë që s'është toksore. Trupi është toksor, kurse shpirti vjen prej larti. Kur tham vjen prej larti në kuptimin që vjen prej lart, vjen prej Zotit të Madhreshëm. Dhe prandaj si i tillë jetë realisht njeriu mund të frymojë, por nëse e kalon anash shpirtin e tij, e kalon anash udhëzimet e shpirtit të tij, njeriu sheh për nuk sheh, mendon për nuk mendon. Çfarë kuptimi? Sheh vetëm gjonat sipërfaqësore, kurse nuk i sheh gjona domethënë cilat konceptuale. Kurse kur njeriu sheh me shpirtin e tij, apo thënë ndryshe edhe me zemrën e tij, sepse këto janë koncepte apo nocione që nganjëherë Kurani i përmend, por kur e sheh në esencë realisht janë portat të shpirtit. Edhe zemra, edhe mendja, si me qenë dritarët të shpirtit, përmes cilave natyrisht njeriu nëpërmes mendjes njeriu logjikon, mendon. Nëpërmjet shpirtit, kur jemi të shpirti, njeriu është i lidhur me atë botën emocionale, botën e ndjesisë, botën e ndjenjave. Nëpërmjet zemrës, zemra është vendi i bindjes në raport me Krijuesin. Aty qëndron domethënë edhe qëllimi i njeriut. Pra disa dietarë kanë thonë zemra është edhe një farë burimi i mendjes, kanë bërë një lidhshmëri, por ideja e gjithë asaj është se shpirti, Zoti kur flet për shpirtin në Kur'an, i përdor dy nocione. E përdor shprehjen që ne e përkthejmë shqip shpirt ruh, edhe e përdor shprehjen nefs. Nefs në kuptimin e egos, apo bota e mbreshme e njeriut. Dhe si i tillë, Zoti i drejtohet shpesh njeriut që ta pastrojë shpirtin, sepse kur shpirti fryma hyjnore vendoset në trupin e njeriut, atëra ja ndikohet prej cilësive të trupit. Dhe si e tillë, nëse nuk ushqehet mirë, nëse nuk edukohet mirë, ka mundësi që me marrë cilësi negative, qofshin ato në aspektin e epshev, dëshirat, shfrenune, lakmis, smires, xhelozis, urrejtjes, domethënë edhe dukurive tjera. Prandaj Zoti në Kur'an, kur flet për njerëzit që kanë shpëtuar, çdo herë e lidh të shpëtuar janë ata cilët e kanë pastruar veten e tyre. Të shpëtuar janë ata cilët e kanë pastruar shpirtin e tyre. Për çkafit, pinjollave të mëkatër, pinjollave të mosbesimit, pinjollave të arrogancës, pinjollave të mendjemasisë. Domethënë gjithçka që llogaritet si smundje shpirtërore. Pra shpirti është esenca e jetës, është sekreti cilën Zoti ka vendosur njeriu me shprehjen bono. Dhe njeriu me shpirt është bon njeri.